E mbani mend Patiton e shëmtuar? Sot ajo është bërë një super femër. Një nga serialet më të ndjekura në gjithë botën ka qenë padyshim E shëmtuara Patito, ku personazhi kryesor me emrin Patito luhej nga aktoreja argjentinase Laura Esquivel. Tashmë Laura është 25 vjeçe dhe pamja e saj ka ndryshuar shumë që nga ky serial ku ajo është kthyer në një femër shumë seksi dhe të bukur. Laura publikon shumë foto provokuese në Instagram ku tërheq vëmendjen e meshkujve me linjat e saj trupore. Në intervista të hershme, aktoreja ka treguar se kur luante rolin e Patito, merrte shumë ofendime nga njerëzit, ndërsa sot atë e komplimentojnë shumë.